Përse popullata lokale e ka quajtur rrëfia e Prapashticës dhe Keqekollës, masakrën e rreth 2000 shqiptarëve nga ushtria, gjandarmeria dhe paramilitarët serb, nga 6 deri më 11 janar 1921. Kush ishin Radovan Radovići dhe Božidar Paunovići, nën urdhrat e të cilëve u vran, prend dhe masakrua në tërësi mbi 50 familje, fëmijë, gra, burra, pleqe, plaka, që përfshinin fshatrat Popov, Rep, Lupq, Majac, Luzhan, Bellopoj, Gërdovc, Sharban, Koliq, Prapashtic, Keqekollë e të tjera. Kush ishte patrioti shqiptar që shiti pasurinë e vet për ta demaskuar para opinionit ndërkombëtar këtë masakër? Si mashtruan serbët komisionin për verifikimin e këtyre vrasjeve, duke sajuar dhe kurdisur serb të veshur me rroba shqiptare për ta sulmuar këtë komision? Pse hezitonin fshatarët të flisnin për këtë masakër me pretekst të ndjekjes së kaçakëve dhe jatakëve nga ana e serbëve? Pse edhe sot nuk dihet numri sakt dhe vendodhja e eshtrave të vrarëve në këtë masakër? Për këto dhe fakte të tjera, rrëfehet veterani i arsimit i këtyre anëve, njeriu që mblodhi të dhëna nga përcjellja e të folmeve të parëve të tyre, Baca Ajvaz Abazi, këtë të shtunë në ora 21 në Koha Vizion, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.